Atëherës, fillojmë mbledhjen e Komisionit për Çështjet Ligjore dhe Administratën Publike për ditën e sotme, e martë 5 maj. Kuorumi është i pranishëm për të vazhduar me çështjet që kemi në rend dite. E fillojmë me miratimin e procesverbaleve të datës 20 janar 2026, pjesa e parë dhe pjesa e dytë. Ka vërejtje për procesverbalin? Nuk ka. Dakord me procesverbalin. Miratohen procesverbalet e mbledhjes së datës 20 janar 2026, pjesa e parë dhe pjesa e dytë. Vazhdojmë me shqyrtimin e projektligjit për identifikimin elektronik, shërbimet e besuara dhe portofolin e identitetit digital. Komisioni jonë është komision për dhënie mendimi në shqyrtimin e këtij projektligji. Relatore do të jetë kolegja jona Ulona Bylykbashi. Kanë konfirmuar pjesëmarrjen nga Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit zonja Blerta Rama, zëvendës Ministre e Ekonomisë dhe Inovacionit, të cilën e kemi prezent sot në këtë mbledhje të komisionit, si dhe staf i kësaj ministrie që e shoqëron zëvendës ministren. Kanë konfirmuar dhe besoj do t'i bashkangjiten kësaj mbledhje të komisionit dhe Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë. Ka konfirmuar pjesëmarrjen zëvendës ministria zonja Angeleda Muçaj, e cila sapo ju bashkua komisionit. Dhe nga Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike është zoti Bledar Kazia, drejtori i përgjithshëm dhe stafi i këtij autoriteti. Nga agjencia, nuk e di kush do ta bëjë prezantimin e projektligjit. Atëherës, nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, prezantimin e projektligjit do ta bëj zonja Angeleda Muçaj, zëvendës ministre. Zonja Muçaj, do t'ju lutesha shumë shkurt prezantimin e këtij projektligji, pastaj kush ka për të shtuar në emër të propozuesve edhe nga ekonomia dhe nga Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike. Më pas relatoria zonja Bylykbashi dhe mbledhja do të jetë e hapur për pyetje dhe diskutime. Fjala është për ju. I nderuar kryetar, nderuar anëtar të Komisionit Ligjeve, jemi thjesht të lumtur sot të mund diskutojmë me ju për afrimin e dy akteve shumë të rëndësishme, të rregullores për identifikimin elektronik dhe shërbimet e besuara për transaksionet në tregun e brendshëm, elektronik në tregun e brendshëm dhe rregulloren e vitit 2024 në lidhje me krijimin e identitetit digital evropian të nderuar. Këto dy akte kanë të bëjnë me angazhime shumë të rëndësishme të Republikës Shqipërisë, të cilat jetëzohen nëpërmjet qeverisë së Republikës Shqipërisë në bashkëpunim me ju. Në lidhje me reform agendën, pra janë masa ose themi ky veprim në vetvete dhe ky ligjëri jetëzon mundësimin e realizimin masave të rëndësishme dhe të reformave që Shqipëria po kryen në kuadër të integrimit në tregun unik digital evropian në fushën e diskutimit për cilën ne ndodhemi para sot. Nga ana tjetër, ky ligj i cili unifikon gjithë legjislacionin në lidhje me identitetin digital dhe portofolin, shërbimet e besuara në Republikën e Shqipërisë dhe transaksion dhe themi çështjen e portofolit digital, i sjell ato pra në një ligj të unifikuar, i cili ndërkohë mundëson një referencë unike në lidhje me të treja këto kategori që deri më sot të nderuar, pra nuk vim në një ambient i cili nuk ka qenë rregulluar në Republikën e Shqipërisë, është rregulluar qysh në vitin 2008, qoftë për identifikimin elektronik dhe për nënshkrimin elektronik dhe shërbimet e besuara, po vjen me një element tjetër shumë të rëndësishëm në kuadër të angazhimit Bashkimit Evropian dhe të Komisionit Evropian për të krijuar portofolin digital dhe shërbimet të cilat do të mund të ofrohen prej tij, saktësojmë të nderuar. Është një parashikim ligjor i cili sidomos në lidhje me portofolin digital sot është një mundësi vullnetare, pra është mundësi dhe jo detyrim për gjithë ato subjekte, pra qytetarët, bizneset, persona publik ose privat, në mënyrë që ne të kemi mundësi të shkëmbejmë në kohë reale dhe remotely, pra dhe themi në distancë, atë çka janë shërbime që ofrohen nga pjesa publike dhe private mbi bazën e levërditshmërisë që mund të kenë të gjitha palët në këtë proces, efikasitetit, eficiencës, sigurisë, integritetit, duke sjellë nëpërmjet këtij legjislacioni pikërisht
tërësinë atyre standardeve të reja të cilat theksojmë në këtë komision nderuar të ligjeve, janë standarde të cilat zbatohen automatikisht për të gjitha shtetet e Bashkimit Evropian, ndodhemi para rregulloreve i nderuar kryetar, pra janë rregulloret e Bashkimit Evropian në të cilën Shqipëria aderon në tërësi, duke sjellë një njëjtëzim të standardeve tona ligjore dhe të kuadrit ton ligjor në këtë fushë tashmë të lëvruar në Republikën e Shqipërisë, por duke hapur gjithashtu rrugën në lidhje me standarde të reja më të përmirësuara në lidhje me gjithë ato subjekte të cilat janë, duke filluar që nga autoriteti ynë rregullator dhe mbikëqyrës, duke vijuar nga gjithë ato operatorë që nesër mund të ofrojnë shërbime që rregullohen nga ky akt, dhe duke vijuar me pjesën e zbatimit të detyrueshëm të këtij ligjit në raport me të gjitha këto subjekte. Konsiderojmë që ky ligj të nderuar, dhe jemi të bindur se ndoshta ligji është pak, si më thënë, për antarët janë kaq mirë të informuar sa e din realisht për çfarë jemi duke biseduar dhe mund ta quajnë si një element prezantimi i cili është tashmë i ezauruar në aktet tona shumë të detajuara. Në fakt kemi akte të cilat janë hartuar në mënyrë të detajuar dhe në relacion. Duam gjithashtu të përcaktojmë se përveç se është kryer ky akt është bërë në raport me Reform Agendën, angazhimet që Shqipëria ka në kuadër të negociatave dhe të integrimit evropian, në kuadër të programit analitik të akteve, është gjithashtu miratuar në Këshillin e Ministrave në vitin 2025 dhe vjen para jush për të marrë miratimin dhe një qëndrim i cili ndërkohë do ta ofrojë Shqipërinë në tregun unik digjital evropian dhe do të unifikojë praktikat ndërmjet vendeve si Shqipëria dhe vendet e Bashkimit Evropian, duke mundësuar pra antarësimin real nëpërmjet tregjeve, nëpërmjet shërbimeve dhe ndërveprimit ndërmjet tyre, për sa i përket qytetarëve në Shqipëri, në rajon dhe në nivel evropian. Vjen me një paketë financiare të parashikuar të nderuar. Pra vjen me një, të themi, edhe konstot parashikuara për 10 vjet, sigurisht që kjo do të aktualizohet me hapat e tjera që do të mund të ndiqen nga autoritetet, me autoritetin zbatues kryesor, autoritetin ton të sigurisë kibernetike, po sigurisht në bashkëpunim me agjenci të tjera të rëndësishme, duke hapur gjithashtu tregun në lidhje me operatorët e shërbimeve të kualifikuara në këtë fushë. Ky është një prezantim paraprak të dashur. Sigurisht mbetemi të hapur për komente dhe pyetje që mund të keni. Ju falenderojmë shumë për vëmendjen tuaj. Po faleminderit. Ka përshtuar ju lutem shkurt, zoti Kazia, çka ka për të plotësuar në lidhje me projekt ligjin. Faleminderit zoti kryetar. Doja të shtoja vetëm një përshkrim të shkurtër për sa i përket portofolit digjital, çfarë risish ka dhe çfarë përmban. Një nga rësit më të rëndësishme të projekt ligjit dhe portofolit identitet digjital është që do ofrohet pa pagesë për gjithë qytetarët dhe për gjithë bizneset që do të pranojnë ta përdorin atë, siç tha dhe zëvendësministja, kjo është me baza vullnetare dhe nuk ka asgjë detyruese as për bizneset, as për institucionet, as për qytetarët. Për herë të parë parashikohet një mjet identifikimi elektronik i sigurt, siç ndodh rëndom në Bashkimin Evropian. Është gjithë përfshirës, i cili lejon përdoruesit të ruajnë, menaxhojnë dhe vërtetojnë në mënyrë të sigurt të dhënat e identifikimit të personit dhe vërtetimeve elektronike të atributeve. Te këto atribute përfshihen letër njoftimet digjitale, patentat, diplomat, dokumentat me vulje elektronike e tjerë. Portofoli mundson qytetarëve dhe subjekteve të ruajnë dhe të ndajnë të dhënat e tyre të identifikimit dhe vërtetimit të atributeve me konfirmim të përdoruesit. Kjo është e rëndësishme pasi do të jetë vetë përdoruesi që do të vendos çfarë të dhënash të ndaj me ofruesin e portofolit digjital ose me palë të treta që ofrojnë shërbime nëpërmjet ofruesit portofolit digjital. Kjo bazuar mbi shërbimin që ai ose ajo përdorin. Gjithashtu subjektet do të mund të nënshkruajnë dhe vulosin elektronikisht dokumente përmes pajisjeve të sigurta të integruara në portofol. Do të mund të kenë akses në të gjitha veprimet digjitale që ato do të ndërmarrin me anë të portofolit tyre digjital dhe do të mund të ndërveprojnë në modalitetin offline në nivel ndërkufitar. Elementi thelbësor është ndërveprueshmëria e portofolit digjital me portofolet tjera digjitale, qoftë kjo portofoli që përkasin vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe të Bashkimit Evropian, por gjithashtu edhe në nivel kombëtar, ndërveprimin në nivel kombëtar, fillimisht për shërbimet publike që ofrohen nga institucionet e vendit dhe pastaj edhe për shërbime private që do të mund të ofrohen nga
palë të interesuara. Ky projekt ligj bën një zgjerim të kuadrit ligjor ekzistues për identifikimin elektronik, zgjeron gamën e shërbimeve dhe gjithashtu i shton edhe kompetenca mbikëqyrëse dhe rregullatore autoritet kombëtar për sigurinë kibernetike. Kjo ishte në vijat përgjithshme çfarë është portofoli identitetit digjital dhe si funksionon. Po faleminderit zoti Kazia, zonja Bylykbashi, kolegja jon në emër të komisionit do të bëjë relatimin e këtij projekt ligji të rëndësishëm, por edhe teknik, njëkohësisht, dhe pastaj mbledhja do të jetë e hapur për interesin e kolegëve të mi. Zonja Bylykbashi, fjala për ju. Faleminderit kryetar, të nderuar zonja zëvendës ministra, nderuar kolegë. Projekt ligji për identifikimin elektronik, shërbimet e besuara dhe portofolin e identitetit digjital përfaqëson një hap domosdoshëm konsolidimin e shtetit digjital dhe në përmbushjen e objektivave strategjike të integrimit evropian. Ai adreson drejt për drejt nevojën për rritjen e sigurisë juridike në marrëdhëniet elektronike dhe në përmirësimin e cilësisë së shërbimeve për qytetarët dhe bizneset. Projekt ligji mbështetet në enet 78, 81 dhe 83 Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, që rregullojnë iniciativën ligjvënëse dhe procedurën e miratimit të ligjeve. Ky projekt ligj kërkon një shumicë të thjeshtë votash për miratim. Nga pikpamja procedurale, projekt ligji është paraqitur në përputhje me kërkesat e nenit 68.2 e rregullores kuvendit, i shoqëruar me relacionet shpjeguese dhe me dokumentacionin përkatës. Në vlerësimin juridik, projekt ligji është në përputhje me legjislacionin vendas në fuqi, nuk bie ndesh dhe me dispozitat kushtetuese dhe garanton siguri juridike në marrëdhëniet elektronike. Projekt ligji synon krijimin e një kuadri ligjor të unifikuar për identifikimin elektronik të sigurt, shërbimet e besuara dhe portofolin e identitetit digjital. Nevoja për këtë ndërhyrje buron nga mungesa e një rregullimi të plotë dhe të harmonizuar, pra kemi pasur një rregullim në përligje të veçanta, por jo në një ligj të vetëm. Për njohjen e identitetit elektronik, standardet e ofruesve të shërbimeve të besuara, vlefshmërinë juridike të transaksioneve elektronike. Projekt ligji rregullon në mënyrë të detajuar nënshkrimin dhe vulën elektronike, vulën kohore dhe shërbimet e transmetimit të regjistruar, autentifikimin e faqeve të internetit, arkivimin elektronik dhe verifikimin e atributeve, administrimin e pajisjeve dhe regjistrave elektronik. Në thelb, ai krijon kushtet për një identitet digjital funksional dhe të besueshëm, duke rritur sigurinë, ndërveprueshmërinë dhe efikasitetin e shërbimeve elektronike. Projekt ligji realizon parafrim të plot me rregulloren e BE-s numër 910/2014 dhe rregulloren 2024/1183. Ky parafrim siguron njohjen ndërkufitare të identitetit elektronik, vendos standarde të njëjta me ato të Bashkimit Evropian, kontribon në integrimin e Shqipërisë në tregun digjital evropian. Dispozitat janë përshtatur duke respektuar natyrën e rregullave të BE-s, sipas nenit 288 të Traktatit për funksionimin e Bashkimit Evropian. Institucionet përgjegjëse për zbatimin e këtij ligji janë Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike, institucionet publike, ofruesit e kualifikuar dhe jo të kualifikuar të shërbimeve të besuara dhe organet e vlerësimit të konformitetit dhe akreditimit. Ky organizim garanton ndarjen e qartë të përgjegjësive dhe kontrollin institucional të sistemit. Për sa i përket vlerësimit financiar, ligji parashikon kosto fillestare për ndërtimin e infrastrukturës dhe rritjen e kapaciteteve dhe zhvillimin e portofolit të identitetit digjital nga Akshi. Vlerësimi indikativ është rreth 703 milion lek për 10 vjet. Parashikon gjithashtu të ardhura nga tarifat për ofruesit e shërbimeve të besuara. Në afat mesëm dhe në afat gjatë, projekt ligji pritet të sjellë përfitime përmes rritjes së sigurisë juridike, uljes së kostove administrative dhe zhvillimit të ekonomisë digjitale. Shqipëria sot nuk është më në pikën e fillimit të digitalizimit, përkundrazi, ajo është një histori suksesi. Përmes i Albania sot qytetarët marrin një gamë të madhe shërbimesh duke eliminuar sportelet fizike dhe burokracitë e panevojshme, por nuk mjafton më kjo në ofrimin e shërbimeve online, për këtë arsye po krijojnë për herë të parë bazat ligjore që këto shërbime të kenë vlefshmëri të plot juridike dhe të përdoren realisht edhe në sektorin privat në të njëjtën standarde që aplikojnë Bashkimin Evropian. Kjo do të thotë në mënyrë konkrete
Qytetari nuk do të ketë më nevojë të mbledh dokumente fizike. Identifikimi dhe nënshkrimi bën njësoj të vlefshme dhe për bankat, kontratat apo shërbimet private dhe procedurat bën më të shpejta, më të sigurta dhe më të thjeshta. Në përfundim, dua të them se ky projekt ligj është në përputhje të plot me kushtetutën dhe legjislacionin fuqi, realizon për afrim të plot me akit të Bashkimit Evropian dhe krijon një bazë të qëndrueshme ligjore për zhvillimin e identitetit digital të shërbimeve të besuara dhe për këtë arsye ju rekomandoj kolegëve ta miratojnë këtë projekt ligj. Faleminderit. Po faleminderit zonja Bylykbashi, pyetje nga kolegët. Kush ka pyetje për projekt ligjin? Nëse s'ka pyetje, pastaj duhet me kalu ke diskutimet si fas. Po mund t'i keni dhe bashkangjitur pyetje, diskutime dhe heci. Zoti Ndoja e ka kërkuar fjalën. Faleminderit zoti kryetar, nderuar koleg, nderuar përfaqësues ministrisë. Në radhë parë do bëj ndërhyrje për procedurë. Ne si komision kemi të drejtën që të bëjmë pyetje institucioneve dhe përfaqësuesve të tyre, qofshin këto ministri ose ende të tjera publike të pavarura. Në këtë komision me qenë se zëvendës ministra kam bërë disa pyetje në lidhje me qarkun e Durrësit, për të cilat më keni premtuar që do më ktheni përgjigje zyrtare, po që realisht nuk kanë ardhur. Kjo nuk është një vërejtje, po vërejtje e kam për kryetarin e komisionit, që ju kur merrni përsipër detyra duhet na ktheni përgjigje në komision, ndërkohë që për zgjedhësit e kam detyrim që t'ju kthejmë përgjigje. Tani pyetja konkrete ka të bëjë me ligjin përkatës. Është thjesht pyetje. Ju thoni parashikoni në nenin 3.2 arkivim elektronik si fazë, si procedurë, ndërkohë që këtë referoni tek neni 65 i ligjit. Tek neni 65 i ligjit thoni kërkesat për shërbimet e arkivimit elektronik të kualifikuar, ofrohen nga ofrues të kualifikuar të shërbimeve të besuara. Kush janë këto ofruesit e kualifikuar të shërbimeve të besuara? A kërkon ky ligj ngritjen e një banke të dhonash, ajo që quhet ndryshe, një database i cili do administrohet nga një institucion shtetëror, ka vetë ministria do jetë varësi, apo mund të ofrohet nga një ent tjetër, jo publik, i cili mund të jetë shoqëri, mund të jetë vendase huaje etj. Me radhë, e cila ka kualifikime teknike përkatëse për ta ofruar këtë shërbim. Këtë pyetje kam. Faleminderit. Po faleminderit. Zoti Ndoja, kush do të përgjigjet për pyetjen? Po zonja Muça. Vetëm një sqarim për pjesën e parë, realisht unë di që kanë ardhur përgjigjet e nderuar deputet, do ta verifikojmë më një herë sot mbas seancave dhe ne do të koordinohemi me sekretarinë në mënyrë që të sjellim, nëse nuk ka ardhur, përgjigjet pikërisht në bazën e diskutimeve të fundit që ne kemi bërë për projekt ligjin për çështjen e fondit pra them investimit në ujësjellse. Kështu që praktikisht bëjnë një koordinim me sekretarin e komisionit, sepse nëse kanë ardhur përgjigjet edhe kanë ngel te sekretaria e komisionit tonë, pastaj është problem këtu ne. Ndërkohë, përgjithësinë do të gjithsesi e rëndësishme është që përgjigjet të vinë. Dhe jemi mbajmë sepse vretja ishte për kryetarin e komisionit dhe jo për ju. Pra është mos rakordimi sekretarisë teknike të komisionit e imja me ministrin tuaj. Gjithsesi mbrapa ta verifikojmë si problem. Për përgjigjen e pyetjes. Po zoti Gazia. Faleminderit për pyetjen zoti deputet. Për sa i përket arkivimit elektronik ose ofruesit të shërbimit të certifikuar, momentalisht kemi vetëm një që është Agjencia Kombëtare e Shoqërisë Informacionit. Ligji ose projekt ligji më saktë parashikon që duhet kemi minimalisht një ofrues të portofolit të identitetit digital, që është parashikuar të jetë Agjencia Kombëtare e Shoqërisë Informacionit, AKSHI, duke qenë se aktualisht është i vetmi entitet që përmbush të gjitha kriteret dhe është i certifikuar për të dhënë këto shërbime. Kjo nuk do të thotë që entitetet tjera publike ose private janë të përjashtuara si ofrues të shërbimeve të portofolit të identitetit digital. Çdo palë e interesuar mund të aplikojë pranë autoritetit kombëtar të sigurisë kibernetike për të certifikuar si ofrues shërbimi dhe në rast të përmbushjes të gjithë kriterëve që parashikon ligji, patjetër që do të pajisen me certifikimin e duhur për t'i ofruar këto shërbime. Pra nuk është vetëm për entitetet publike, por edhe për entitetet private, palë private të interesuara për të ofruar këtë shërbim.
Faleminderit. Zoti Strazimiri e ka kërkuar fjalën. Po për procedurë. Për procedurë, zoti kryetar, unë mendoj që do t'ishte e mençur, do t'ishte kujdesshme, do t'ishte e nevojshme dhe e dobishme që ky komision përpara se të kalonte sot kundër pro, abstenim miratohet. Një ligj kaq kompleks dhe kaq teknik, do thoya të zhvillon disa seanca dëgjimore. Unë besoj që të gjithë ne kemi nevojë të sqarohemi për këtë punë. Mendoj që të gjithë ne duhet të shqetësohemi, veçanërisht kur marrim nga qeveria përgjigjen që i vetmi institucion operator që përmbush kriteret për të realizuar këtë identitetin digital që është e ardhmja shumë e afërt e vendit, i vetmi që e përmbushën që ka Akshi. Përmbush kriteret. Sot për sot, Akshi është struktura shtetërore e zhytur në skandale të gjitha llojeve, korrupsion, krimi organizuar, rrëmbim, pengmarrje, ku diun se çfarë, ku gjysmën e njerëzve i kanë kërkim që kanë operuar me ata, gjysmën e detyruesve i kanë burg, gjysmën tjetër bëhen gati me shku në burg. Mendoj që nëse jemi në tilla kushte, e rëndësishme është që edhe ne vetë të kthjellohemi si komision. Jemi për dhënë mendimin sigurisht, po nëse duam të japim një mendim të pjekur, një mendim të mençur dhe të përgjegjshëm, duke pas parasysh situatën, mirë është të zhvillojmë disa seanca dëgjimore me ekspert, me Bankën e Shqipërisë, me operatorët të ndryshëm, se di që ofrojnë shërbimet elektronike, ku nëse çfarë, në mënyrë që edhe ne të kthjellohemi dhe të sqarohemi. Sepse në qoftë se jemi në një situatë ku, domethënë, shkojmë ku shkojmë, do shkojmë prapë kemi Linda Kaçanaj që jeton me qera. Me kona as vetë se di ka ku i paska vilat, i nga troka. Ulsi. E kupton? Dhe kjo është zgjidhja e vetme që kemi, unë mendoj se nuk është zgjidhja. Edhe japim kohë vetes, por edhe shikojmë se si mund të implementohet, se është e nevojshme, sigurisht që është e nevojshme. Të kemi një kuadër ligjor dhe të paraprim kësaj. Por në një situatë kur të dhënat tona elektronike ka të paktën 10 vjet që ona i kanë në dorë patronazhistët, o e vinë i marrin sa herë kanë qejf iranianët dhe i nxjerrin online, të gjitha dhënat sensitive të këtij populli. Në fund fare na del që pas kanë shitë, pas kanë pas ble vet akshit e drejtuesit e tyre, të cilët janë në burg ose në kërkim. Jo nga drejtësia e Saliut, po nga kjo drejtësia e re e pavarura, do të thotë që mendoj që duhet të ndalemi, të mendohemi pak dhe të bëjmë të paktën disa seanca dëgjimore që të përpiqemi të nxjerrim. Mos ta çojmë në grop, aty ku ka rënë Akshi, të çojmë edhe këtë ligj dhe këto praktikë që nisin pa lindur akoma. Kjo është kërkesa ime për procedurë. Pastaj për pyetje s'ka nevojë se momentin kur themi që i vetmi institucion që përmbush kriteret domethënë për të implementuar këtë ligj dhe për të na çuar, për të na projektuar drejtarët që ka Akshi, që nga kjo muhabet duhet me normalisht, po këtu s'është vend normal, ti i pari duhet me thonë, a çohemi mbyllim me çik se i vëmë drynin këtij institucioni derisa të krijohet një institucion tjetër që mos jetë vetëm Akshi, se e dim ku do e çoj. Akshi i kanë burg njerëzit. Kështu që kjo është kërkesa ime. Në qoftë se keni me shumë urgjencë, t'ia çoni Akshit që sot, mirë është bëjmë sa seanca dëgjimore se po ke Akshit do e çoni, po e çoni çik më vonë. Edhe bëni sikur dhe ju jeni të shqetësuar. Megjithëse jeni të shqetësuar. Këshill shumë miqësore. Faleminderit. Po faleminderit zoti Strazimiri. Në fakt duhet të ndajmë institucionin me individin. Institucioni është institucion, individët dhe përgjegjësia e individëve është tjetër gjë. E para, e dyta, unë ngjova sugjerimin tuaj për të patur dëgjesa, po unë jam i bindur që sigur ftojmë dhe ekspertët më të mirë ndërkombëtar në këtë fushë, në përfundim prapë s'ke për ta ndryshuar mendimin për ato që the. Jo, ti, jo unë. Prandaj thash, se unë jam rregull. Bani të paktën sikur keni shqetësimin tim teorikisht. Po nuk bëjmë dot. Se në fund po këtë do bëni. Jo, po ky është problemi se nuk bëjmë dot. Ishte një këshill shumë miqësore. Bani sikur e keni këtë shqetësimin e Akshit. Thrisni cashun, sikur mendoni në fund fare keni arritur. Jo, shikoj se është problemi. Se ju po këtë do bëni ulsi. Nuk po bëjmë dot. Jo ti, e bën tjetër kush ti këtu vjen e kalon. Edhe unë nuk ka problem se pjesë e kësaj majorancë jam dhe unë. Pikërisht pra. Në finale edhe këtyre individëve dhe institucioneve që i ke gjithë. Sigur të bëjmë 30 dëgjesa këtu, në përfundim, unë do bëj me këto kolegët e mi të majorancës njëtën gjë, ti do mbajsh po të njëtin qëndrim. Më kupton? Kështu që tani,
Ne po lutem. Zoti Strazimiri, lutem. Merre fjalën për diskutim. Shiko, lutem. Nuk bëjmë dot. Do miratojmë këtë projekt ligjin. Po, pse do ta miratojmë këtë projekt ligjin? Se na keni kërkuar vazhdimisht si opozit të bëni gjasme sikur ju jeni pro ligjeve të integrimit. Se dhe ju gjasme. Tani ky është një nga ato ligjët, më kupton? Shiko. Tani ana keni thënë në konferencë, o zoti Strazimiri, në konferencë kryetarëve 1, në seancë plenare para 2 javëve, të seancën plenare të para 2 javëve, na keni thënë, a ka mundësi që qeveria dhe kjo majorancë të na thot kush janë ligjet e integrimit, të kësaj paketës integrimit, që dhe ju si opozit të mbani një qëndrim pro ligjeve të integrimit. Tani, ky është një nga ato ligjet, a më kupton? E marrë vesh po e vdes pa lind ligjin kur thu i vetmi institucion që përmbush kriteret është Akshi. I ka të gjithë njerëzit në burg. Po ka dhe tjerë që mund të përmbushin kriteret. Tani. Ore Akshi thot tash sot për sot, pyetja ime është i vetmi institucion që përmbush kriteret. Cilin kriter përmbush kur janë që të gjithë në burg? Dakor. Pjesa që s'është në burg po përgatitet të shkojë. Lutem zoti Kazia, e vetmja pyetje imja për t'i dhënë përgjigje edhe ndërhyrë zoti Strazimir për procedurë. Zonja Muça, ky ligj që u sillni sot, ai është nështruar konsultimit publik sipas ligjit për konsultimin publik Republikën e Shqipërisë? 20 ditë pune. Këtë dua di. Jo, 20 ditë është për ne, jo për Ministrinë e Linjës. Ne kemi detyrimin që të jetë publikuar 20 ditë në platformën e Kuvendit, në fazën e draftimit. Meqense në relacion thuhet është parafrim i plot me rregulloren e BE-s. Pyetja ime është shumë e qartë dhe e shkurtër. Ai është nështruar konsultimit publik në fazën e draftimit dhe me kë? Nderuar kryetar, nderuar zoti Strazimiri, në bashkërendim të plot në lidhje me interesat e përbashkëta që ne kemi në raport me këtë legjislacion, duhet bënim 2 sqarime të rëndësishme. Kemi të bëjmë një akt përafrues të 2 rregulloreve, sqaruam qysh në pararendjet këtij parashtrimi. Janë rregulloret Bashkimit Evropian, nëse do ishim vend antar do të aplikoheshin automatikisht në Republikën e Shqipërisë. Që do të thotë, dhe në fakt niveli i parafrimit është i plot. Që do të thotë ne po vendosim veten tonë në të njëjtat kushte legjislative, pra me kuadër ligjor të atij Bashkimit Evropian, dhe nuk do të kishim patur dot një alternativë po të kishim qenë vendi antar ku ne duam të shkojmë. E parë. E dyta, sqarojmë në lidhje me çështjen e diskutimit, në lidhje me institucionin publik shqiptar të shoqërisë informacion. Mbetet institucioni investimi qeverive shqiptare që nga vitet 90 të nderuar dhe deri më sot. Një iniciativë hershme për ta sjellë Shqipërinë në një situatë totalisht të re në raport me shërbimet publike, me cilësinë, efikasitetin, transparencën dhe integritetin e tyre. Patjetër, do donim të sqarojmë gjithashtu se ligji parashikon atë që thotë deregulloria, nuk do të jetë vetëm një, është minimumi një, pra të paktën një që do të thotë çdo entitet pra hapet siç ka qenë edhe deri më sot, se nuk ka qenë asnjëherë mbyllur. Pra këtë herë edhe rikonfirmohet mundësia që çdo subjekt tjetër që do të kryejë shërbimet e kualifikuara në këtë fushë ka të drejtë që të paraqesë aplikimin dhe të mund të jetë absolutisht, dhe në fakt hapja e tregut është një nga të themi kërkesat dhe një nga objektivat që ne kemi në kuadër të këtij ligji. Në këtë kuptim të nderuar, qoftë në kuptimin e parafrimit dhe të opinioneve, përveç se ka qenë në konsultimin publik, është diskutuar me aktorë dhe sektor kryesor që do të jenë nesër ata që janë pjesëmarrësit më të mëdhenj, që janë bankat, operatorët e rrjeteve të komunikimeve elektronike në Republikën e Shqipërisë dhe përfaqësues nga industria, të cilat kanë ardhur në një raport të detajuar, nëse nuk është, ju lutem të mund ta verifikojmë me dash, pra i detajuar është raportimi, të detajuara kanë qenë komentet dhe reagimet që ne kemi patur për komentet, ku atje ku ndërkohë autoriteti ynë i sigurisë kibernetike që ka konsideruar se kërkesat kanë qenë të ezauruara, të parashikuara në ligj, apo do të jenë aktet në ligjore, ato janë konsideruar si të përthithura dhe si pjesë e një procesi që nuk mbaron këtu,
Ky ligj është vetëm fillesa e një procesi që do të ketë implementimin si elementin kryesor dhe hartimin e akteve në ligjore. I nderuar kryetar, patjetër ky diskutim mund të jetë i gjatë. Në kuadër të këtij komisioni ne mendojmë se të gjithë shqetësimet e drejta që mund të keni ju i pari dhe i keni patur në shumë komisione në lidhje me atë që është konsultimi publik dhe që janë interesat të qeverisë shqiptare. Pra ne vetë kemi interesin që të jemi me të gjithë ata aktorë dhe faktorë në lidhje me zbatimin e këtij ligji. Në fakt kanë një baraspesh që është standardi më i lartë i sistemeve, i rrjeteve dhe i operimit që vendoset nga ky ligj. Pra duhet të jemi mirë kuptues dhe pranues në raport me këtë element që po vjen dhe nuk do të ketë nga çfarë do lloj seance konsultimi publik, jo çështje pozicionimesh, po fakti që të gjithë do të bijem dakord për pikërisht rritjen e këtij standardi nëpërmjet këtij akti ligjor. Faleminderit edhe një herë shumë për mirëkuptimin. Shumë faleminderit zonja Moçaj se e kërkova tani sekretarisë komisionit edhe në fakt deputetët e kanë, po duhet ndoshta të fusim derisa të krijohet kjo kultura e njohjes me materialet e plota në rrugë elektronike, duhet kemi edhe një material të printuar, sidomos sa i takon rezultateve të konsultimit publik. Shoh që raporti për rezultatet e konsultimit publik të këtij projektligji është 119 faqe. Edhe është deputetët e kanë marrë në rrugë elektronike bashkë me projektligjin, ku shpjegohet shumë qartë kosgjatja e konsultimeve, metoda e konsultimit dhe institucionet me të cilat është konsultuar ligji. Raporti është 119 faqe. Kështu që 119 faqe, 7 orët e konsultimit publik del që për këtë projekt ligj janë ezauruar të gjitha fazat e konsultimit publik, aq më tepër që është rregullore e BE-s. Dhe unë bi plotësisht dakord me propozuesi që nëse do ishim vend antar i BE-s, ne këtë do ta zbatonim automatikisht pa qenë nevoja të nëse do ishim vend antar i BE-s. Nuk jemi, po negocojmë për shku. Jo do shkojmë, ja unë e di që ju Jo, tani nuk e di, unë po vitin tjetër do mbyllim negociata. Po. Dëgjoni. Ndrojmë dhe pasaportën, sa e bën fakt fajt. Bëjmë pasaportën. Po e ti marrim me hapa herë, mbyllim negociatat në 2007, mos u ngut. Se të është ma merak keni ju të shkoni para nesh, ne po ju të shëm ju e keni ma merak shkoni. Po, tani, ka kush diskutime tjera se du të kalem votimin e këtij ligji? Ke pyetje? Apo diskutim? Po, zoti Balla një koment, pastaj zoti Strasini. Zoti kryetar, në fakt do të dal pak nga rendin ditës me thënë drejtën, duke marrë shkas nga ajo që deklaroi zoti Ndoja dje në gjatë seancës plenare, lidhur me ngjarjen tragjike që ndodhi para 2 ditësh në Durrës. Po pikë pari duhet të shpreh ngushëllimet e mia të sinqerta familjarëve të cilët humbën 2 fëmijët në atë aksident tragjik. Dhe ju uroj shërim shpejt djalit i cili ndodhet akoma në kujdesin e mjekëve tek spitali Traumës. Gjithashtu duhet sqaroj zotin Ndoja që autori që shkaktoi këtë aksident, që në fakt duhet konsiderohet si vrasës, nuk është mbështetës, është kriju ideja dje sikur është mbështetës si Partisë Socialiste, nuk është mbështetës si Partisë Socialiste dhe banorët e zonës aty e din fare mirë se cilën parti ka mbështetur ai. Dhe dyta që duhet sqaroj dhe pasi ka ndodhur kjo ngjarje tragjike, autori është larguar në këmbë nga vendi i aksidentit dhe nuk është dorëzuar tek Market Lenia ose Bar Kafe Lenia, siç quhet theksuar dje, dhe pronari që posedon të kafe, patjetër që është mbështetës i Partisë Socialiste dhe antar i Këshillit Bashkiak dhe është një njeri fakt i nderuar në atë zonë. Dhe nuk ka asnjë lidhje me dorëzimin e autorit në këtë biznes. Kaq doja të sqaroj. Zoti Ndoja sa për informacion. Faleminderit zoti Balla. Tani se është tërësisht jashtë rendit ditës, por me qenë se ajo ngjarje e rëndë ka prekur shumë sensitive, ka prekur shumë ndjeshmëri dhe ka zgjuar shumë ndjeshmëri tek çdo shqiptar, por dhe tek çdo prind në radhë të parë, nuk ka rëndësi se çfarë përfaqëson ai. Ai është një njeri që duhet marrë ndëshkimin e merituar sipas ligjit. Ngjarja është shumë e rëndë, edhe unë bashkohem me ngushëllimet për familjen, shërim shpejt fëmijës që është spital.
por ky komision ka përgjegjësinë që këtë shqetësim që ka krijuar kjo ngjarje ta përkthejë në ndryshime ligjore. Së bashku edhe me disa kolegë tjerë të kësaj magjorance, ne do t'i drejtojmë shumë shpejt Kuvendit Shqipërisë një paketë ndryshimesh në Kodin Rrugor të Republikës së Shqipërisë, por dhe në Kodin Penal, si kundër përgjigje adekuate në nivelin e ndërhyrjeve ligjore kësaj situate. Natyrisht nuk do të duhet të ndodhin ngjarje të tilla për të patur ndoshta ndërhyrje në kod rrugor apo në kod penal për ta shpërstuar masat, por gjithsesi po shohim të gjitha hapësirat dhe boshllëqet që ka kodi rrugor dhe kodi penal në këtë drejtim për t'i adresuar në masën e dur. Kjo është përgjegjësi institucionale e Komisionit dhe e Kuvendit, pastaj në rrafshin njerëzor ngjarja është shumë e rëndë dhe personi autori kësaj vepre penale gjithçka mund të përfaqësoj ai, por ai nuk meriton të jetë më mes nesh përveç se të marrë ndëshkimin e merituar shembullor sipas ligjit. Kjo është e gjitha. Futemi në jo, zoti Ndoja, nuk ka rëndësi sepse nuk ka rëndësi ti e ke të drejtën. Jo, mund ta japish një përgjigje, jo, jepe një përgjigje, por nuk është, unë nuk shoh që kjo gjë mund të kthehet pjesë e debatit politik. Po, s'du të ishte hapur, por gjithsesi, zoti Ndoja, të lutem një fjalë se nuk. Jo, vetëm për sqarim. Ndërhyrja ime e djeshme kishte të bënte me faktin që emri i autorit të kësaj ngjarje u përmend nga dy forcat, edhe nga forca jonë, edhe nga forca juaj. Mora shkas nga deklarata që bëri kryetari i grupit tuaj parlamentar, i cili tha që ky ishte i fortë i lagjes, mos gaboj përdori këtë jargon. Tani, nga informacionet që mora në zonë, unë nuk i njoh personalisht as atë pronarin e lënies, as këtë autorin e aksidentit. Nga informacionet që mora në zonë, edhe unë për arsye konfidenciale nuk i referova aty sepse nuk referohen, edhe këtu s'po i referoj, po doni i them dhe publikisht se nuk është se i njoh të dy vetë, thash. Kjo është ngjarje që ka të bëjë me dy fëmijë të mitur. Edhe unë dje diskutova edhe si prind, diskutova edhe si qytetar. Dhash një mendim në aspektin juridik që sapo e tha dhe kryetari i komisionit ton, që për mendimin tim ne kemi ligjin, po ligji nuk zbatohet, është 5 deri 20 vjet. Pra është masë shumë e lartë dënimi, nuk e ka asë një vend tjetër i Bashkimit Evropian këtë masë dënimi që kemi ne. Ne thjesht nuk e zbatojmë ligjin. Ndërsa fakti që një individ kryen një vepër penale të caktuar, ose është i fortë i lagjes, ose që janë ka i mbështetës i Partisë Socialiste, ose i Partisë Demokratike, kjo s'ka të bëjë fare me ngjarjen. Kështu që në këtë kontekst, ndërhyrja ime ka qenë më shumë sqaruese. Më vjen keq nëse edhe opinioni publik është bazuar te këto fjalë për të dalë nga konteksti. Unë kam folë dje si prind. Në atë lagje, kam thonë, duhet ketë edhe sheshe për lëra për fëmijët, duhet ketë edhe aktivitetet tjera ndihmëse, që nuk i kanë, ne e dim që si kanë. Ne e dim që aty përmbytet, këtë kam thonë që përmbytet. Ne e dim që aty ka rrugë cilet janë shtruar nga vetë banorët me beton. Këtë kam thonë, s'kam thonë pa vërtet. Po t'i qenë rrugë, se unë nuk shpik nga ato që kam pa me sytë e mi. Këtë informacionin ma ka thonë dikush, nuk e bëra për politik, nuk e përzi politikën, ma ngjarja është ngjarja jashtëzakonisht shumë e rëndë. Kaq, bile bashkë kemi qenë të dy në të njëjtin rast për ngushëllim të njëra nga familja. Po, zoti Ndoja, faleminderit. Zoti Strazimiri, diskutim dhe pastaj kalojmë në votimin në parimin e përmend ligjit. Zoti kryetar, faleminderit. Ligji i sotëm, siç ju thash, edhe tek sugjerimi e ndërhyrja që pata për procedurë, është jashtëzakonisht e rëndësishëm, projekton Shqipërinë e të ardhmen shumë të afërt në atë identifikimin elektronik, shërbimet e besuar dhe portofolin e identitetit digital është absolutisht, nëse do të kishim qenë antarë të Bashkimit Evropian, sigurisht që do të kishim implementuar. Tu çështja është se ne nuk jemi antarë të Bashkimit Evropian. Duhet krijojmë shinat për ta implementuar që kur të jemi antarë të Bashkimit Evropian, të mund ta implementojmë dhe të jemi të përafruar në standardet dhe kriteret e Bashkimit Evropian. Ajo që po ndodh këtu në fakt, për arsyet që ju thash dhe gjatë ndërhyrjes për procedurë, është që ne nuk jemi as pak të shqetësuar të përafrojmë legjislacionin me Bashkimin Evropian dhe as të afrohemi dhe të përmbushim kriteret dhe standardet në shërbimet me Bashkimin Evropian. Këtu ka një përpjekje të shpejt të thënë haptazi nga qeveria, shpejt se duhet të bëjmë letrat
na ka dalë data me hyrë në BE, në 2030, s'kemi letrat gati, bëjmë letrat. Do me thonë, për opinionin publik, paka shumë, më ka thonë partia do shkosh drejtor në filan vend, nuk kam shkollë në mesme, nuk kam as shkollë në lartë, shkoj bëj letrat ke rruga Kavajës, që të mushim në dosjen ke letra dhe pastaj, si që është pjesa më e madhe e funksionarve të këtij shtetit, që po digitalizohet dhe po përafrohet dita ditës dhe më shumë me BE-n. Ju kërkova, pikërisht për rëndësinë që ka ligji, që të mund të ndalemi në një konsult këtu, në këtë komision, për 2 arsye. Arsyeja kryesore, besoj këtu jemi të gjithë pjesa më e madhe, jemi jurist, nuk e kuptojmë në thelb çfarë do të thotë, sa do ta lexojmë. Është shumë teknike. Kemi nevojë të konsultohemi me operatorët, me ata që do ta përdorin, me ata që do të kenë beneficiarët kryesorë. Ata që do në një farë mënyre do ta çojnë përpara këtë platformë ligjore që ne sot po shtrojmë shinat sot. Mirë do ishte të kishim tu t'i dëgjonin. Po s'kemi kohë si dëgjojmë. Nuk ka kohë. 2030 erdhi, letrat si kemi. Me bëj letrat. Si i bëjmë letrat ne? Dhe parafrohemi me standardet e BE-s. Duke pranuar që këtë ligjin që po bëjmë sot këtu, do të na i vetmi operatori që mund ta implementojë është Akshi, institucioni që është më i përfshirë në skandalet të gjitha llojeve. Sot në këtë vend, që s'ka ngel skandal pa ndodh, po të gjitha ishin grumbullu tek Akshi dhe që drejtuesen të pikuarën nga qielli, Melinda Kaçanaj e ka në burg. Kryeministri e ka mbrojtur dhe thotë kjo është një fillikat. Jeton me qera. Ndërkohë Spaku ala vazhdon kërkon dhe sa herë kërkon, sa herë gërmon gjen vilat kësaj në vendet më të shtrenjta të Shqipërisë. E ardhmja digjitale e Shqipërisë, portofoli digital, përveç se iranianët hyshin dilçin sa herë donin, përveç se e ke online, çdo llogari bankare, çdo targ, çdo kredi që kanë marrë shqiptarët, çdo numër identiteti, çdo të dhënë sensitive që ne ja japim qeverisë na i ruaj. Pikërisht që të zhvillohet ekonomia, të futemi edhe ne në këtë botën digjitale, të parafrohemi me standardet e BE-s, na i ka armiku. Armiku hyn e dele më sa dojë. Dhe kryeministri del dhe na njofton. Armiku me vërtet hyri, doli, mori çfarë kishte, po ne e morëm, arritëm, kemi dhe ne akses këto dhënat. Të gjitha sekretet tona që ne japim qeverisë që mos na i marrë armiku, ka ndodhur vetëm një problem fare i vogël. Përveç se i kemi ne, i ka dhe armiku. Kjo është deri tash suksesi i Shqipërisë digjitale në drejtimin e Ergys Agasit, Ermal Beqirit, Geron Meçës, asaj zyrës private ke qendra Vesa, ku ças ka aty mrena, sa ajo ka qenë realisht drejtoria e Akshit, dhe Melinda Kaçanaj, që është në burg. Pikërisht për këtë punë. Tash të gjitha janë i vetmi institucioni certifikuar dhe që mundet ta implementojë këtë që po bëjmë sot ne. Në qoftë se kjo nuk është një arsye për gjithë ne, më thonë qetësohemi pak prit. Kemi nevojë të gjejmë një zgjidhje kësaj pune. Të mos ta çojmë në këtë puset ku është Akshi, të çojmë dhe të ardhmen sot tani me durët tona. Justifikimi, hamar se kështu ka për shku, po na duhet për letra, duhet kemi gati letrat. S'na pret BE-ja, kjo nuk është parafrim. Kjo është falsifikim. Kjo është mashtrim i opinionit publik dhe i BE-s. Unë refuzoj të besoj që BE-ja është krejtësisht konsensuale me faktin që ne po e mashtrojmë, po i çojmë letrat, vazhdojmë të jemi ai vendi botës tretë, afrikan, nga çdo pikpamje, otoman kuptimin e drejtimit të zbatimit të ligjit, korrupsionit kësaj më radh. Dhe thotë s'ka gjë, bëni letrat dhe hajde një mrena. Unë refuzoj ta besoj këtë. Këtë që e di çdo shqiptar, e di dhe BE-ja, e di dhe von der Leyen, e di dhe Gonzato, pavarësisht se del me kryeministrin, e lëpijet me te ku diun se çfarë. E din që të gjithë. Këtu unë nuk mendoj, jemi ndër ata që mendojmë që duhet të parafrohemi dhe të jemi në BE me merit, jo duke bërë letrat, bëjmë sikur jemi bërë evropian, duke bërë letrat në fund fare, implementimi, sot për sot që flasim, është në duart e një strukture më të krimburës
në këtë shtet që është i krimbur nga koka tek këmbët. Foleja e grenzave, pas ka qenë tamam siç po del sot ky akshi. Intensiteti më i madh i vjedhjes dhe çdo lloj maskaralliku tjetër me ndërhyrje të krimit organizuar deri në rrëmbime personash. Kemi rënd. Tashti, siç u thash edhe një herë, vota jon do të jetë kundër. Do të jetë kundër, jo se jemi kundër digitalizimit. Do të jetë kundër sepse jemi kundër faktit dhe nuk besojmë që në BE shkojmë duke bërë letrat. Përafrohemi duke bërë letrat. Letrat falso janë letrat falso. Nuk të çojnë gjatë. Në qoftë se duhet realisht të parafrojmë legjislacionin me BE-n, duhet ulem dhe të ketë dhe një reflektim, duke pas parasysh çfarë ka ndodhur, çfarë po ndodh dhe ku do të shkojmë. Jo të sjellësh ulësisë e thesh parë, na keni kërkuar dhe po e kemi kërkuar në seancë. Kemi thënë na bini listën e ligjeve që të ulemi, pikërisht pra. Na ul dhe të bisedojmë, jo t'i kalojmë. Ajo që ti qumë parafrim është hajtë më të bëjmë letrat. Nuk është ajo që quajmë ne. Ndajemi në koncept. Në qoftë se duhet të parafrohemi me BE-n, dakor, duhet bëjmë ligje të tilla që të mund të krijojmë të paktën një shans që të mund të implementohen dhe të na çojmë pak përpara drejt BE-s. Vota jonë është kundër për këtë arsye. Rinovoj dhe një herë kërkesën dhe nuk shpresoj në fakt, me thonë edhe, po më duhet ta bëj propozimin dhe një herë, të ndalemi këtu, të bëjmë dhe një seancë dëgjimore, 2 seanca dëgjimore, jo sepse besoj që do të ndryshoni mendje, sepse ju e keni me urdhër këtë punë dhe kjo punë do të kalojë. Por këshilla ime do të ishte makar runi faqen. Ju faleminderit. Faleminderit zoti Strazimiri, përpara se sa të kaloj votim, ka përshtuar propozuesit e projekt ligjit për projekt ligjin gjë për projekt ligjin. Jo, për projekt ligjin. Ata janë politikan dhe kanë qëndrimet e veta. Nëse keni diçka për projekt ligjin, s'ka. Për projekt ligjin. Për projekt ligjin, vetëm një sqarim të vogël, duhet të ndajmë pak ofruesit e identitetit digital dhe të portofolit të identitetit digital. Ofruesi i identitetit digital do të jetë Identitek, që është i vetmi ofrues i identitetit edhe aktualisht, ndërsa Akshi do të jetë ofrues i portofolit identitet digital, pra shërbimeve që do të ofrohen bazuar mbi identitetin digital. Po, faleminderit, zoti Kazia. Tani shumë shkurt sepse zoti Strazimiri mbajti qëndrimin e tij në raport me projekt ligjin, por edhe mua më duhet të mbaj qëndrimin në emër të maxhorancës për këtë projekt ligj që vlerësohet i rëndësishëm. E para herë çështja e integrimit nuk është çështje të bëjmë letrat. Sepse nuk është kështu në fakt. Por që Shqipëria do të duhet parafroj legjislacionin e vet me ato të Bashkimit Evropian në këtë procesin e negociatave për antarësim, ky është detyrim. Detyrim që e kemi rakorduar ne si qeveri me Brukselin, me Komisionin Evropian. Dhe po ta lexosh projekt ligjin dhe relacionin që shoqëron projekt ligjin, ky projekt ligj është pjesë e atyre dokumentave strategjik kornisë që ne kemi nënshkruar me Komisionin. Është pjesë e reform agendës. Të miratuar në tetor të vitit 2024 në kuadrin e reform agendës 2024-2027, në kuadër të instrumentit Bashkimi Evropian, Shqipëri është detyrë shpije nga momenti që ne kemi nënshkruar reform agendën. Nuk është çështje dëshire. Aq më tepër në fushën e ofrimit të shërbimeve digjitale. Sepse kërkohet sigurinë rreth parë sa i takon mbrojtjes së dhënave personale. Dhe pa diskutim që ky është një nga ato projekt ligje që faciliton të gjitha shkëmbimet që ndodhin në nivelin qoftë të individëve, qoftë të bizneseve edhe kështu me radhë. Është parafrim i plot me rregulloren e Bashkimit Evropian. E thot relacioni është e qartë në dritë dilli. Tani, opozita e ka ngritur, me thënë të drejtën, edhe në parlament, por edhe në takim me
që zhvillojnë her mbas here me komisionin, që ka një shpejtësi të kësaj magjorance në miratimin e projekt ligjeve që kanë të bëjnë me integrimin dhe nuk po ju jepet koha e duhur për të njohur me këto projekt ligje. Pra kanë ngjitur problemin e konsultimit publik. Tani me thënë të drejtën, unë këto e konsideroj çështje vullneti. Sepse mund ta lësh një projekt ligj për konsultim publik edhe një vit në dyert e parlamentit dhe të komisionit dhe kush nuk dëshiron të përfshihet në diskutimin e një projekt ligji dhe për të njohur merisitë e atij projekt ligji nuk don. Edhe sikur t'ja lësh në dispozicion dhe 4 vjet një ligj. Ç'është vullneti? 119 faqe konsultim publik ka projekt ligji që do miratojmë sot. Me bankat, me shoqëritë e biznesit e gjitha kështu me radhë. Por askush nuk merr mundimin të shohë. Dhe qa do themin e që nuk i është nështruar konsultimit publik ky ligji? Ngret problemi dhe ngushtohet tek Akshi. E kam thënë dhe herë tjera këtu në këtë komision, Akshi është agjensia e shtetit shqiptar, që u ka mundësuar shqiptarve sot të marrin mbi 1250 shërbime online. Ka lesuar jetën njerëzve në këtë vend. Dhe kur them është agjensia e shtetit, është pasuri e shtetit shqiptar. Në Aksh punojnë profesionistë të shkëlqyer të këtij vendi, që meritojnë respekt, meritojnë mbështetje, se në fundit bëjnë detyrën ndaj shtetit. Pastaj, çështja për të cilën flitet dhe kërkohet konfondohet Akshi me përgjegjësinë e individëve të caktuar është në dyert e drejtësisë. Dhe duhet pritur ta thot fjalën e vet drejtësia. Sepse deri kur ta thot fjalën e vet drejtësia, ka një parim klasik në drejtësi që është prezumimi i papajsisë. Por nuk mund të importohen problemet nga dyert e drejtësisë në tryezën e komisionit ligjeve për t'ia bashkangjitur një projekt ligji shumë të rëndësishëm që le të themi e shkurton rrugën tonë drejt integrimit. Unë e kuptoj që rruga jonë në drejt integrimit dhe procesi negociatave që qeveria po zhvillon me Brukselin nuk është e njëjta si kilometri fundit. Kilometri fundit nuk po e ka fundin kërkundi. Por, ne do duhet fokusohemi këtu, te ligji. Dakord? Sepse dy rrugët nuk kanë pikprerje. Integrimi me kilometrin e fundit nuk pritën. Sepse e kemi thënë si maggiorancë dhe dua ta them për publikun, ne betejën e kemi me kohën. Nuk e kemi me njëri tjetrin dhe nuk e kemi dhe me opozitën. Këta janë në punën e vet, ne jemi në punën tonë. Dhe për integrimin të paktën formalisht thuhet që jemi të dy palët bashkë. Më kupton? Po se si mund të jemi dy palët bashkë kur thuhet që ne po falsifikojmë dhe po hedhim sy e Europës se po bëjmë ligjet me shpejtësinë. Po pse ora Europa nuk është Shqipëri? Nuk kanë ata këtu misionet e veta, nuk e kanë ekspertizën e vet ato. Po ky projekt ligj, përpara se të vinë tryezën tonë këtu, ka qenë në Bruksel. Është marrë një çek atje, që të shkojnë procedurë parlamentare. Sepse është ligj që duhet të çekohet atje. Është për afrim i plot. Nuk është projekt ligj që nuk ka shkallë për afrimi dhe është çështje e shtetit shqiptar. Kështu që thonë gjitha këto, ne jemi komision për dhënie mendimi dhe siç e tha dhe relatori në fillim, e shqyrtojmë përputhshmërinë e këtij projekt ligji në raport me kushtetutën, kuadrin ligjor në fuqi dhe rregulloren e kuvendit. A kemi të drejtën ne si deputet të komisioni të njihemi ndoshta edhe me aspektet teknike të projekt ligji që kanë interes për ne dhe për publikun? Patjetër që kemi interes. Por është dhe një filtr tjetër, komisioni përgjegjës e më pas seanca plenare ku do kemi mundësinë shpalosim dhe qëndrimet politike.
raport me projekt ligjin. Kështu që unë do t'ju ftoja të nderuar kolegë, jo vetëm majorancës, por dhe kolegët e nderuar të opozitës që kemi këtu në komision, t'i bashkohen votës pro këtij projekt ligji. Kemi shumë projekt ligje të tjera ku mund të mbajmë qëndrimet tona politike, por jo për ligje që kanë të bëjnë me integrimin e vendit. Shumë faleminderit, dhe ishte diskutim personal si deputet i këtij komisioni, si kryetar komisioni, por dhe ne mund të majorancës. Tani e hedhim votim parim. Kush është dakord parim me projekt ligj? Pro, kundër? Nis mori. Pro. Pro në parim. Kundër s'ka, asnjë abstenim, miratohet. Tani fillojmë në votimin e neneve të këtij projekt ligji. Nen për nen edhe në fund fare në tërësi. Është i projekt ligji gjatë, në fakt. Edhe unë nuk qaj hallin nëse ne do ta votojmë këtu, po qaj hallin e seancës atje se do lodhët, se do jetë ditë e gjatë, datën 7 do lodhen me gjithë to nene. Neni 1, pro, kundër, s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 2, pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 3, pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 4, pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 5, pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 6, pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 7, pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 8, pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 9, pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 10, pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 11, pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 12, pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 13, pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 14, pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 15, pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 16, pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 17, pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 18, pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Zoti Pashaj mbahet dorën ngritë se ka tellet e një nene. Apo duhet lëvizja. Do ta shoqërosh me lëvizje. Dakord. Neni 18, pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 19, pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Jo, në fakt, nga që ti vjen nga një komision që mlidhet një në muin, mos gaboj ti bun nga ngritja e dorë shpesh. Kupton? Po, rregull. Neni 20 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 21 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 22 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 23 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 24 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 25 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 26 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 27 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 28 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 29 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 30 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 31 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 32 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 33 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 34 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 35 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 36 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 37 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 38 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 39 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 40 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 41 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 42 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. 43 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 44 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 45 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet.
neni 46 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratot, neni 47 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratot, neni 48 pro, kundër s'ka, abstenim jo, miratot, neni 49 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratot, neni 50 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratot, neni 51 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratot, neni 52 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratot, neni 53 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratot, neni 54 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratot, neni 55 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratot, neni 56 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratot, neni 57 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratot, neni 58 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratot, neni 59 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratot, neni 60 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratot, neni 61 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratot, neni 62 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratot, neni 63 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratot, neni 64 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratot, neni 65 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratot, neni 66 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratot, neni 67 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratot, neni 68 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratot, neni 69 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratot, neni 70 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratot, neni 71 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratot, neni 72 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratot, neni 73 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratot, neni 74 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratot, neni 75 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratot, neni 76 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratot, neni 77 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratot, neni 78 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratot, 79 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratot, neni 80 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratot, neni 81 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratot, neni 82 hyrja në fuqi pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Kalojm votimin në tërësi të projekt ligjit. Kush është dakord të tërësi me projekt ligjin? Pro 10, kundër s'ka, abstenim nuk ka, miratohet në tërësi projekt ligji për identifikimin elektronik, shërbimet e besuara dhe portofolin e identitetit digital. Me votimin në tërësi, ftoj relatoren, por dhe këshilltarën e komisionit të bëjnë gati raportin për komisionin përgjegjës, e më pas gati për seancë plenare ditën e ende. Me këtë votim, ne mbyllim për sot mbledhjen e komisionit për çështjet ligjore administratën publike për ditën e sotme. Faleminderit të gjithë kolegëve për pjesëmarrjen, të ftuarve për prezencën, por edhe opozitën pa diskutim për qëndrimin pro këtij projekt ligji. Edhe mediat, por dhe sekretarinë e komisionit që na bën të mundur zhvillimin normal mbledhjeve tona. Ditë mbar gjithëve. Mbledhjen e deklaroj